Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadithin e sotëm e transmeton Abdullah ibn Amr ibn al-Asi, Allahu qoftë i kënaqur me të dytë, i cili thot e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe i kanë thonë çka është më së miri prej islamit? Ejul islami khair. Çka është më e mira, më e vlefshmja prej islamit? Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa ala man lam ta'rif. Të ushqesh të uriturin apo të japësh ushqim në përgjithësi dhe të japësh selam atij që e njeh dhe atij që nuk e njeh. Kështu përfundon hadithi, s'ka nevojë me kallëzu që e shënon Buhariu se funit për hadithet e Buhariut jena të fol. Ky hadith nuk është i panjoftun edhe i padëgjuar me shkurtësinë edhe thjeshtësinë e tij, është udhëzim i rëndësishëm. Na i qetën pa disa gjana, një prej tyre është ajo që shpesh e themi, mënyra se si sahabët kanë bërë pyetje, edhe çka ka qenë ajo që sahabët mas tepërmi i ka preokupu. Gjithmonë kur kanë bërë pyetje, sahabët kanë insistuar me njoftë senet më të rëndësishme. Edhe kur kanë lyp udhëzim, kanë lyp udhëzim për gjanat më me vlerë. Edhe kjo mënyrë, kjo mjeshtri, kjo aftësi e të bëmit pyetje, tregon se sahabët i kanë pas dy gjana interesante shumë, që ndoshta shumicës njerëzve ju mungojnë, e ato janë, e kanë pas një inteligjencë të lartë, një mençuri të pashembullt. Edhe e dyta, interesimin e kanë pas për gjana konkrete, po jo vetëm për gjana konkrete, po interesimin e kanë pas për gjithmonë janë interesu për gjanat më me vlerë. Nuk janë marrë me gjana që kanë pak vlerë ose s'kanë vlerë fare. Nuk janë marrë edhe nuk janë interesu për gjanat cilat ka mujtë të to me dominu aspekti teorik larg praktikës. Pra sahabët gjithmonë kanë pyet për gjana të vlefshme, praktike edhe konkrete. Pyetjet e tyre pra si janë kanë për me qitën pa që ne po dim me bo pyetje ose ne po dim diçka e si rrjedhoj pastaj edhe pyetjet po i bojmë lidhur me ato, po përkundrazi kanë qenë interesime konkrete për gjana shumë praktike. Pastaj përgjigjet që i ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, padyshim që janë përgjigje shumë të veçanta, edhe ato sigurisht që janë shumë praktike edhe konkrete, madje nga njëherë edhe kur pyetjet nuk janë konë shumë me vend, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me përgjigjet e tij të urta edhe të mençura e ka kthy temën aty ku o dashtë me qenë, sikur rasti i atij i cili e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur është kiameti. E dini hadithin e njohur. Tjetër hadith është ajo ky i sotëm, po e ka pyet kur është kiameti. E u kon pyetje pothuajse pa vend, se njerëzit e kanë ditë që as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se din se kur është kiameti. Si ju ka kallëzu Allahu me ajete në Kur'an që dijen për kiametin e ka rezervuar për vete. Dhe si rrjedhoi ka mujt me kalu kjo pyetje me një përgjigje të thjeshtë, nuk e di. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kthy bisedën në diçka të vlefshme, të dobishme dhe konkrete, kur i ka thonë atij, ti që po pyet kur është kiameti, çka ke përgatit për kiametin. Edhe kjo padyshim që është mjeshtria, urtësia, largpamësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili gjithmonë përgjigjet, pra pyetjet që i ka pranu, atyne pyetjeve ju ka dhënë përgjigje jashtë zakonisht të mira, të dobishme, të vlefshme dhe konkrete. Ai Bekum alayhi salatu wassalam
padyshim që e ka pas aftësinë e të shprehunit të jashtëzakonshëm edhe të veçantë për shkak se me pak fjalë ka thonë shumë. Për te i kësaj ka qenë i kuptueshëm shumë për arsye se ne nga njëherë dëgjojmë njerëz duke folë dhe menojmë që për shkak se po përdor fjalë të rralla ose të veçanta ose e kështu me radhë po fol ka mirë, a në të vërtetë aftësia e të folurit mirë është kur njerëzit të kuptojnë. Dhe pejgamberët e Allahut në përgjithësi e kanë pas aftësi dhe shkallësi që të folunit e tyne me qenë i kuptueshëm, se për çata Allahu i ka përzgjedh edhe i ka dërgu. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nganjëherë është pyet për gjona, për të njëjtën gjë është pyet prej personave të ndryshëm, jo në të njëjtin rast, jo të njëjtën ditë, jo të njëjtin vend, po në rrethana të ndryshme, edhe nganjëherë ka dhënë përgjigje të ndryshme. Është pyet çka është më së miri, nganjëherë ka thonë është me besu Allahun, me fal namazin, me u sjell mirë me prindërit. Nganjëherë ka thonë diçka tjetër. Në këtë rast kur është pyet çka është më së miri në Islam, ka thonë tut'imu at-ta'ama wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa ala man lam ta'rif. Të japësh ushqim, të japësh me hongër ushqim, të ushqesh njerëzit dhe t'ua citosh selamin atyre që i njeh dhe atyre që nuk i njeh. Edhe kjo përgjigje është interesante shumë në këtë pyetje të veçantë. Çka është më së miri në Islam? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka dhënë dy gjëra që realisht kanë të bëjnë me të dyjat janë në funksion edhe kontribuojnë në lidhjen e njerëzve mes tyre. E para ka thonë të japësh ushqim, të japësh njerëzve të ushqehen. E kjo të japësh ushqim përfshin të varfërit, të ngratët, nevojtarët, të uriturit, por jo vetëm këta. Për arsye se pejgamberi alayhi salatu wasalam në këtë përgjigje nuk e ka specifiku kujna me i dhonë ushqim. Po veç ka thonë të japësh ushqim ose ti ushqesh të tjerat. E tash këtu hynë edhe ata që kanë skajshmërisht nevojë, e që padyshim se është vlerë e madhe, edhe është sevap i madh ti ushqesh të uriturit, tu japësh buk atyne që s'kanë, tu alargosh brengën ose tu lehtësosh vështirësinë, se prej sprovave dhe sfidave, po edhe vështirësive të kësaj jete, padyshim që është uria. Edhe ka njerëz që sigurisht nuk u mjafton ajo që Allahu u ka dhënë. Nuk u mjafton pasunia për me u ngop. E pastaj bëhet obligim që ata të cilëve Allahu u ka dhënë më tepër, që ata t'u japin atyne për t'u ngop. Edhe këtë Islami e promovon fuqishëm, ka ajetet shumëta që flasin për këtë temë, ka hadithet shumëta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flasin për këtë temë. Pra të japësh ushqim, kategoria e parë që përfitojnë prej këtij udhëzimi profetik, janë ata të cilët nuk kanë me çka të ngopen. Mirë, por nuk është vetëm kjo kategori që realisht nënkuptohet në këtë udhëzim pejgamberik, por është edhe kategoria e muslimanëve në përgjithësi edhe e njerëzve në përgjithësi që mundet hiç mos me konë nevojtar, mundet mos me konë hiç fukara, skamnor, ingrat, e kështu me radhë, po që bën me përfitu prej nxitjes që Islami u bën besimtarëve për me dhënë ushqim, me i ushqy të tjerat. Mundet me konë familjar, mundet me konë i afërm apo farefis, mundet me konë kojshi, mundet me konë koleg, mundet me konë i njofshëm, i panjofshëm, që realisht mbetet vlerë dhe sevap me i dhënë ushqim, edhe këte e kemi të zbërthyr edhe në udhëzime tjera nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, kur i ka thonë Ebu Dherrit, o Ebu Dherr, kur të përgatitesh ushqim në shtëpinë tënde, shtoje, nëse s'ki mundësi me e shtu harçin, shtoje ujen.
në atë çorbën që ki me bo, shtoje ujen, edhe një pjesë të ati ushqimi jep jau kojshive tu. Qështu ka ardhur udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo jep jau kojshive tu, mundet me pas qenë kojshit fukara, po s'ka mundësi ton me konë fukara. Jep jau kojshive, do më thonë pavarësisht, a kanë, as kanë, mirë është me bo nerë me ushqim. Kjo është shumë e rëndësishme. Është mirë, është sevap, me bo nerë me ushqim. Tjetri udhëzim që lidhet me këte është, për shembull, kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i jep agjeruesit me bo iftar. Iftari me ushqim bëhet, jo me diçka tjetër, thot e ka shpërblimin sa të vetë agjeruesit, pa ju mungu ati. Dhe më thonë, ka shumë aspekte që Islami promovon dhënien e ushqimit për të tjerët, qofshin ata skamnor edhe nevojtar, apo qofshin ata që s'janë të ktill, po që dhënia e ushqimit me gjithate e promovon një afërsi, ose e fuqizon një afërsin mes njerëzve, edhe i ban ata që t'jenë më të lidhën ndërmjet vete. Realisht, ne të gjithë e dim se një njeri të cilit i ke dhonë bukë, problem është me të armiqësu. Ani pse na theme ruju prej qatine që i ke dhonë bukë, ose ruju prej qatina që i ke bo mirë. Realisht, kjo pjesa është përjashtim, ndërsa ai rregulli i përgjithshëm është ai i cili i ke bo mirë me ta kthy me të mirë, ai që i ke bo mirë ose i ke dhënë ushqim, ai me ta ditë, edhe në asnjë mënyrë mos me ta kthy me të keq. Që kjo është e përgjithshmja. Aty tani del në përjashtim, po ato pastaj neve nuk na e largojnë bindjen edhe dëshirën që me dhënë ushqim është gjë e mirë. Edhe pjesa e dytë e udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot edhe jep ju selam atyne që i njeh dhe atyne që nuk i njeh, edhe selami përshëndetja, po përshëndetja me selam, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot takra'us selam, mjau lexu ose mjau recitu selamin, e me recitu selamin është me thonë assalamu alaikum në përshëndetje, ose me thonë assalamu alaikum wa rahmetullah, ose assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Dhe me thonë konkretizohet përshëndetja me selam, ashtu qysh njihet përshëndetja e muslimanëve ndërmjet tyne. Edhe përshëndetjet tjera kanë vlerë, edhe ato kanë ndikim pozitiv në lidhjen mes njerëzve në një shoqëri. Mirë po selami e ka një vlerë shumë më të veçantë për arsye se përveç që është përshëndetje, është edhe lutje. E përveç që është lutje me gjona shumë të veçanta. Paqja, rahmeti, bereqeti Allah. Do më thonë 3 gjana shumë të rëndësishme që secilia dëshiron tjetrit derisa e përshëndet. Kur thuhet me i dhonë selam ati që e njeh dhe ati që nuk e njeh, qëllimi mbase është që me i efitu ato praktikat që i kanë disa njerëz, që nuk i flasin gjithkujt. Unë nuk flas me gjithkan. A ke pa disa njerëz nga njerë thojnë, unë nuk flas me gjithkan, unë nuk e përshëndes gjithkan. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pikërisht kundërtën e ka thonë, me e përshëndet bashkë gjithkan. Me e përshëndet ato që duket se në shoqëri e ka një pozitë edhe një autoritet, me e përshëndet ato që duket se mund t'jetë i pasun ose ku e diun i ditun ose çka do qoftë, po me e përshëndet edhe atë që ndoshta në sytë e njerëzve në shoqëri duket se nuk ka autoritet. Mirëpa i njerit tek Allahu fuqiplot mundet me konë i rëndësishëm edhe me vlerë. Pastaj Islami na mëson që lidhjet do të me i majtë me të gjithë ashtu që shoqëria me funksionu sa ma mirë që është e mundon, kur jemi të përshëndetja, Allahu i madhruar me Kur'an na ka udhëzu që ani pse shumë kujt kjo puna e përshëndetjes i duket gjë e thjeshtë. Është gjë e thjeshtë për shkak se i takon përditshmërisë, mirë po edhe aty besimtarët duhet të jenë të kujdesshëm, të sjellshëm, të zgjedhin më të mirën. Thot Allahu i madhruar: "Wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Edhe kur të përshëndeteni me një përshëndetje, ju kthejeni atë me më të mirë ose kthejeni ashtu sikur se jeni përshëndet.
Pra, gjitho mirësi në mesin e tyne edhe përshëndetjen, besimtari e kthen, minimum e kthen me të njëjtën mas që i është dhanë, ose e kthen edhe me më të mirë. Kaq sa i përket këtij hadithi, e takomi radhave tjera me udhëzime tjera, inshallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.